E kam unë, ke unë më shet, a kam nëj probleme në i zonë, ja, shko gjenje këtë dush. A ma thot, mjeti transportit, është halal, i hajrit, me shfrytzu, po jo për t'ju thonë atyre. Për shemë me të ba pyetje unë, pëse se ke morë në të kështu si makina ime, për shemë, me thaje person kështu që e kishe morë të mirat makinë, shtrejt shumë. Po thëmë ata që do të rejo, tha hosh, ata tha me pavë maqinë të ata, tha nuk më thonë mirë mjesë. E kupto? Po jo më shka në i zonë, pëse? A di ku ma sekreti o letë, shdo gjonë duhet bëj punë. Pra dha jo gruje që e merë, që i martohësh, kam gjithë njështë që thotë ma mirë mas të ishte martohë, se me këtë loj gazepi që më ka ra, pa inshallah për gjumon tjetër thashtë flasim për atë keqen, kujti që la për pjesë. Edhe tha, problemi madhë, halli madhë. Atëherë unë po them, të qëlloj bashkëshortje e mirë, mos e bësh shkak me dalë bridore, mos e bësh shkak, të qëlloj puna e mirë, mos e bësh shkak që të dali bridore, makine e mirë, mos u bëj shkak. Hyp me bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ka dhe i lutje tjetër të shkurtën, pra. Bismillah. Po jo më hapa ti se me kolcu me letit se çfarë kom marrë. Është mjet që duhet për punë. Edhe është lehtësim i madh që ta ka dhënë Allahu xhelel xhelaluhu. Edhe bashkëshortja është lehtësim i madh. Lehtësimi madh. Pra, ta ka sjell Zoti xhelel xhelaluhu. Po i kthehem tash të gjithë atyre që ju t'i tregoni bashkëshortëve t'juja, që hoxha nuk ka lavdroti me gojën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato që nxjerrin ato s'do as ti përmend as ti sepse kanë drejtimin e vet. Po nuk matet ajo, dhe me thonë, mirësia një gruje me këto standarde që i kanë vu këto, e gjatë, e hollë, e shkurtën, e më thejtë, thash, nuk matet me këto. Se mund të qëlloj që për pak minuta bëjë eksiten ngelesh pa kam. Qa për lefdrohesh, më thëni? Imanin të ketë ajo të parin, besimin të këzotit xhelel xhelaluhu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, këta zgjidhin të parën tha. A ka iman? A ka besim? Edhe po të qelloj kështu, të ka beku Zoti. Unë i di shumë gra që burrat e tyre i kanë bërë musliman. I kanë kthehë me këtë din. Shumë di. Pra, e ka beku Zoti për vetë atët, e ka beku në vetë. Po dine shumë burra, që gratë nuk i kanë pas me iman, me besim, edhe sjellja e këtij burrit, ato i ka kthehë me iman. Pra, dilni kërkoni, gjithë ato që jenë djemë, se normalisht kështu e ka caktu Zoti xhelel xhelaluhu që 99% kërkojnë djemë për vajza, 1% edhe vajzat kërkojnë për djemë. Asit keqë s'ka, nëse i vajzë e mirë, e shikoj djallë mirë, edhe me qunë ndërmjetës, shkoni se më pëlqej ai djallë. Nuk ka problem pas pranoj. Ama të keni standartet përbashkëta. E maja që me përbashkë me u falë herë, punë e parë. Punë e parë. Kjo është kryesorja. Pa iman nuk të dohet asë gjë këtë botë. Allahu xhelel xhelaluhu thot, edhe nëse keni thot, fëmijë, pasuri, nëse i merrni thot, për ata që e përmena, për të duk, edhe për loj do t'i keni thot Allahu xhelel xhelaluhu. Pra dilni kërkoni që të besoj Zotin. Se po besoj Zotin nuk të radhë, nuk të shpërdëro pasurin. Dhe unë kishe përshtu që një grua e mirë që përshtatet me këto që përmenda, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Edhe ajo që ka shpenzimet e lehta. Thoni bashkëshortëve. Pra një nga smundjet kryesore të burrave që ja shkaktojnë bashkëshortët tonë shpenzimi. Akoma pa u presh ajo, pa u marrë e gjonja, pa u gris, të morim i tjetër. Ata të hershmit Zoti i Bekov kanë thonë, po së rujt e vjetra nuk duket e reja. Domethënë me rujt e të vjetra shumë. Mësën e vjen edhe ajo e reja. Pra, kujti ka qëllu, kjelloj që thashun, ti bëj hizmet fort. Se pa t'hiku brejdore, kjo bot nuk është loj më. Allahu Xhelel ka për t'ju adhonë rastin gjithve, po për ditë rastet nuk vjen. Pra bëj hizmet shumë, kujdesu shumë, sa që ashtu si kur tha Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'anin e Madhrueshëm, çoni jetë mirë me ta. Pra, ma e mirë në botë është ajo që beson Allahun Xhelel Xhelaluhu. I bindet Zotit Xhelel Xhelaluhu, i bindet dhe bashkëshortit saj. Këta janë me pakic. Po boni Zoti kismet, lodoni dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu të mirën ka për t'i dhonë. Gjithmonë të mirën për Zotin, jo të keqen. Edhe të bëmi dhe ne si ato tonë, para arsit tonë, i Bekov Zotin, inshallah, ka 50 vjetë, ka 20 vjetë, ka 60 vjetë, 70 vjetë, 80 vjetë jetë bashkëshortore. Sepse kishin iman, kishin besim tek Allahu Xhelel Xhelaluhu, edhe gjonat kështu i kishin bën fakt me ndërmjetësa. Pa njohje kështu zyrtare me u merrshin njerëzit me këtë punë,